Natyrisht, bota sot është duke u përballur me sfida të rëndësishme gjeopolitike, sfida të cilat kalojnë nga gjeoenergjia te gjeoekonomia, dhe në këto sfida nuk mund të ngelet e përjashtuar ai që sot rëndom një jetë si Ballkani Perëndimor, ku Shqipëria, Kosova apo Maqedonia e Veriut janë pjesë e këtij mozaiku dhe kanë secila sfidat e tyre të veçanta. Kam kënaqësinë të kem sot në studio ambasador Arben Çekun, mirëditë ambasador. Përshëndetje, Një njohës faleminderit. shumë i mirë në fakt i rajonit, për shkak se ka qenë shef i misionit ton diplomatik në Prishtinë gjatë viteve 2005-2009, dhe mandej 2009-2013 si ambasadori fuqiplot i Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë Veriut, siç njihet tani. Dhe natyrisht përtej kësaj ka qenë vazhdimisht i pranishëm me librat e tij për rajonin. Sovraniteti përkundër integritetit ka qenë një nga librat e tij të fundit në lidhje me Kosovën, që është botuar në gjuhën angleze dhe natyrisht është shpërndar edhe jashtë Shqipërisë. Por natyrisht me publicistikën e tij, fillesat e tij ka pas si gazetar dhe mandej me shkrimtarinë e tij, duke botuar një radhë librash ku Kandidati, një libër shumë interesant për trajektoren politike, po do flasim dhe më gjatë në studio për këto zhvillime. Mirë se vini ambasador, dhe doja ta filloja në fakt me pyetje në lidhje me rrugtimin tuaj dhe me kontributin tuaj, i cili është një herazi shtrin disa dimensione, pra diplomaci, media, natyrisht shkrimtari, por edhe në shoqërinë civile. Ju jeni drejtuesi i qendrës përmirëqeverisje. Fillimisht më lejo të falenderoj për ftesën dhe t'ju uroj sukses në këtë nisëm të re për ta plotësuar në një farë mënyre hapësirën e nevojshme për fjalën e lirë, për mendimin e lirë, dhe sigurisht si një platformë ku përveç rrëfimeve të ofrohen edhe disa ide dhe projeksione për ato çfarë shqetësojnë shoqërinë në tërësi dhe tot edhe vendin ton në veçanti. Kështu që të falenderoj për mundësinë që më dhe. Lidhur me piknisjen time për të ardhur deri këtu në këtë studio, në fakt është rrugë shumë e gjatë, por unë do t'i bie fare shkurt. Unë kam mbaruar studimet për gjuhë letërsi në Tiranë dhe sigurisht që letërsia është ajo që më solli edhe në rrugën e gazetarisë, duke punuar si gazetar nga viti 92 dhe në vazhdim. Kam patur një periudhë kohe angazhim në Ministrinë e Punëve të Jashtme, kam filluar shumë herët diplomacinë në vitin 93 dhe pas disa trajnimeve kam punuar për disa kohë në Ministrinë e Punëve të Jashtme deri nga fundi vitit 95 dhe jam rikthyer në media për të punuar deri në vitin 2004 në media dhe në politikë sigurisht. Dhe keni bashkëthemeluar dhe Akademinë Diplomatike, mos gabojmë vitet 2000-2001. Patjetër. Përsa përket angazhimit politik, nuk është se kam shkëlqyer shumë në strukturat partijake, por kulmi im në një farë mënyrë ka qenë të jem zëdhënës si Partisë Demokratike një periudhë shumë interesante në vitet në 96, 97, pastaj të jem aty përsëri deri rreth vitit 2000. Dhe vazhdimi në media ka qenë pastaj rikthimi tek vetvetja më shumë, sepse ju e dini që sado hapësirë të ketë në partitë politike gjithmonë ka rregulla dhe norma që ti nuk mund t'i kapërcesh. Nëse ke prirën për qenë shpirt i lirë, nuk mundet të jesh gjithmonë i lirë, do të jesh i rregullt. Dhe media më ka qëndruar më mirë. Rikthimi në Ministrinë e Jashtme 2005 ka qenë në Kosovë, siç e thatë edhe ju. Dhe ka qenë vërtet privilegj i madh dhe një shkollë shumë e madhe diplomatike, njerëzore, për të parë disa zhvillime që nuk mund të përsëriten. Pra, një shtet nuk mund të bëhet shtet gjithmonë. Dhe për ironi... Qëndrojmë pak këtu, sepse shumë interesante. Ju madje keni thënë që ishit mirë privilegjuar të shkonit në Kosovë në ato momente sa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Absolutisht po. Pse bënte kaq për te sfidave natyrisht? Kush ishte ajo që ju ngeli më tepër mendje si sfida, kryesfida themi në atë periudhë? Sepse për koincidencë kur kam filluar në Ministri të Jashtme, në zyrën e shtypit, departamenti ose hapësira që më dha mua për dosit që duhet ndiqja unë, ishin dosit e Ballkanit. Dhe aty ishte ish Jugosllavia, brenda të cilës në atë kohë ishte Kosova,
ishte Maqedonia e ashtu quajtur atëherë Fyrom, ose ne kishim preferuar ta njihnim edhe si Republikë e Maqedonisë, meqense ashtu donin fqinjet tanë. E ishin dhe shumë vende tjerë. Pra, ende harta e Ballkanit edhe e Europës nuk ishte fiksuar, nuk ishte përfunduar, themi. Dhe gjithmonë kam ndjekur në vazhdimsi, kam qenë edhe në media që kam punuar gjithmonë në sektorin e jashtëm dhe kam ndjekur zhvillimet në rajon. Pra, kur mu bë ftesa për të punuar në Ministritë e Jashtme dhe sidomos për të shkuar në Kosovë, dhe i kam thënë ministrit Mustafaj atëherë që unë e çmoj jashtëzakonisht shumë më shumë se sa të emrohesha në Washington dhe New York. Pse? Sepse pavarësisht të pozicionit prestigjos, të jesh diplomat në Shtetet e Bashkuara dhe të jesh diplomat në një vend që është në përpjekje për të fituar një status si shtet, në aspektin diplomatik dhe të profesionit të mirëfillt, vendet e krizës gjithmonë të japin më shumë njohuri dhe të bëjnë më të fortë për të ardhmen. Kurse një diplomat në Shtetet e Bashkuara, ku nuk pretendoja të isha ambasador, por do të isha një diplomat i zakonshëm, isha i bindur që do kisha një hapësirë shumë të kufizuar veprimi, sepse punën më të madhe bën ambasada amerikane në Tiranë dhe institucionet amerikane dhe çfarë mbetej për mua. Isha vërtet interesuar për Kosovën, janë edhe shumë fije të tjera që më lidhnin me Kosovën, edhe pak backgroundi familjar, sepse gjyshi im ka jetuar një pothuajse kohë shumë të gjatë në Prizren deri mbas mbarimit të luftës së dytë, kur është kthyer në Shqipëri dhe bëri gabimin e jetës sepse u internua në Tepelen. Pra Kosova ishte aty si një shkollë për mua që mezi prisja ta aksesoja, dhe realisht libri është vetëm një nga libra që kam gati për të publikuar dhe për të vazhduar, sepse janë edhe shumë çështje tjera që meritojnë trajtim. Dhe unë nga Kosova, që ishte një shtet pa status, për koincidencë shkova në një shtet me status por pa emër. Shumë interesante kjo. Në lidhje me Fyromin atë kohë, apo Maqedonia e Veriut, siç njihet sot, edhe aty ka pasur sfida shumë të mëdha që kanë përkuar dhe me periudhën tuaj, kur të marrëveshjen e Ohrit, mandej pra përpjekja e armatosur për të fituar të drejtat e shqiptarëve në atë kohë, sepse nuk ishte rrugë tjetër, por duket sikur disa nga ato sfida janë duke u përsëritur dhe sot në lidhje me përfaqësimin e shqiptarëve, në lidhje me gjuhën e tyre, në lidhje me të drejtat kushtetuese, të cilat janë garantuar në letër, por jo në praktik. Ende nuk kam folur realisht për gjithë mandatin tim në Maqedoninë e Veriut, sepse kanë qenë gjithmonë çështje sensitive. Edhe ndonjë qëndrim dhe deklaratë që e kam bërë, edhe mbas jam larguar nga Maqedonia, gjithmonë ka shkaktuar reagim atje. Jam shumë i lumtur, shumë i privilegjuar që edhe sot mbas themi gati 13 vitesh që jam shkëputur nga diplomacia dhe nga shërbimi në Maqedoninë e Veriut, kam lidhje dhe një mbështetje të jashtëzakonshme të faktorit shqiptar. Mund të them vetëm kaq, kur më qellon të kaloj, të shkoj, edhe herën e fundit që isha para 2 javësh, tek pikat e pagesës në autostradë, që është pika kur ndalon për të bërë pagesën, kur të përshëndesin, kur të drejton, zotë ambasador, edhe mirë se po vjen kështu, apo në kudo që takoj njerëz, dhe ndjej që ende jam aty prezent, është lumturia më e madhe që kam si person, por edhe si diplomat, dhe mendoj që me gjithë vështirësitë, me gjithë ndoshta mangësitë, në fundit trashëgimia që ke lënë si person, si institucion, është gjë më e mirë që do t'ia uroja gjithë secilit. Kanë pyetje ambasador, mendoj që dhe shikuesi ka kuriozitet, duke krahasuar elitat me të cilat ju keni punuar në Kosovë, pra elitat e pas luftës, dhe ato që janë sot. E njëjta gjë në Maqedoninë e Veriut, ju keni bashkëpunuar me Arben Xhaferin, Ali Ahmetin, me tjerë figura eminente, me të gjithë, por sot kemi një përfaqësim tjetër politik, pak në qeveri, pra Partia Vlen e tjerë. Pra mendoni si kemi një kontinuitet normal të përfaqësimit politik, apo një degradim, një bjerje të këtij përfaqësimi, duke marrë parasysh edhe krizën që po ndodh në Kosovë, edhe mungesën e përfaqësimit adekuat në Maqedoninë e Veriut? Shiko, profesor, çdo kohë nxjerr liderët dhe politikanët e kohës vet. Nëse do ndalemi vetëm pak te Kosova, kemi parasysh se cilët ishin
figurat politike dhe artikuluesit publik të viteve 80 dhe vitet 90, që ishin edhe një pjesë e tyre dhe të lidhur me lidhjen komuniste dhe Mazem Vlasin edhe shumë figura të tjera tani, të cilat në një mënyrë ose tjetër e dhanë kontributin e tyre, ka qyshe Shari e tjerë që ne i dëgjonim këtu në Shqipëri me droje, sepse nuk na lejoj të dëgjonim. Megjithatë erdhi një periudhë që ne donim të dinim se çfarë artikulojnë. Dhe ishte pjesa liberal komuniste ose pjesa nacional komuniste e elitës kosovare të asaj kohë, ajo elitë ishte, që u artikulua në atë kohë. Pastaj erdhi një elitë tjetër me profesorët e universiteteve, siç ishte Rugova, Qosja, Agani edhe shumë personalitetet të tjerë, të cilët nuk ishin figura politike, ishin figura akademike dhe publike, një zë publik. Dhe në atë kohë Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ishte një parti e mirëfillt elektorale, siç e lexojmë ne sot, po ishte një lëvizje kombëtare në krye të cilës ishte Ibrahim Rugova. Por paralel me këtë ishte edhe lëvizja ilegale, pra platforma e një ideologjie që ishte mbjell nga Shqipëria e asaj kohe, sepse do të jemi realist, që Shqipëria me gjithë defektet e saj, edhe gjatë periudhës së komunizmit, nëse i hedhim një sy dosjeve të sigurimit ose nëse i hedhim një sy artefakteve, botimeve dhe dëshmive, tregojnë që Shqipëria, ndoshta edhe për arsye ideologjike apo për të mbrojtur pushtetin e vet, ka investuar në një lloj rebelimi të faktorit shqiptar jashtë Shqipërisë, pra duke kërcënuar indirekt edhe Jugosllavinë. Profesoriati viteve 70, për shembull, duke përfituar nga kushtetuta e Titos 74-s. Për shembull, unë jam habitur, fjala vjen që sepse kam dëgjuar gjithkohës që udhtoja për në Kosovë, në vatje kthim, kam dëgjuar gjithë këngët e mundshme të folklorit, por mes tyre ka qenë Dervish Shaça, fjala vjen, të cilin familjarët e tij dhe disa të tjerë që këndonin i kam parë, kam i bashkëtuar sepse unë nga vitet 80 kemi jetuar në Durrës edhe grupi Rashbullit dhe gjitha të tjerë ishin pjesë përreth meja dhe unë kam jetuar mes kosovarëve të ardhur në vitet e 20 në kohën e Zogut. Pra, unë jam habitur kur kam mësuar pastaj nëpërmjet një dokumentari që Dervish Shaça kishte qenë një agent i shërbimit sekret sigurimit të shtetit shqiptar që shkonte dhe hynte ilegalisht në Kosovë, dërgonte flamuj, dërgonte pankarta, dërgonte dokumentat e tjera dhe thash, që nga vërtet që në një farë Shqipëria prap ka bërë diçka. Plus këto celulat e ilegales për cilat jam njohur më vonë detajisht nga bisedat private që kam patur me pjesëmarrës të asaj kohe, përfshirë dhe zotin Ali Ahmeti, që ka qenë një nga anëtarët e këtyre grupimeve dhe dëshmia e tyre, lidhshmëria e tyre me një lloj nacional komunizmi, por që ishte në funksion të çlirimit të popullit shqiptar në ish Jugosllavinë, duhet mirë kuptuar. Por i mbjetuari i madh në këto kujtime historike është Ali Ahmeti, por ku është pjesa tjetër e kësaj elite që po përshkruani, domethënë dhe viteve 90, e cilat duket se sot ose nuk janë më, domethënë qoftë fizikisht, Indjeri Arper Xhaferi apo në Kosovë Ibrahim Rugova e të tjerë, ose janë në Hag, si rasti udhëheqësve të UÇK-s, duke japur rrugën një plejade të re politikanësh, të cilët duket sikur nuk janë në gjendje të shtetëndërtim në Kosovë dhe në ana tjetër Maqedonia e Veriut të ketë një bjerje të përfaqësimit. E thash që në fillim që çdo kohë prodhon udhëheqësit e vet dhe çdo udhëheqës do zë vendin e vet në histori, sa do të përpiqemi ne ta ngrem apo ta ulim, secili në fund fare, domethënë historia ka një penel shumë të veçantë që ka udhëheqës aktualisht dhe shiko, du të ndajmë misionarët nga funksionarët. Periudha për cilën po flasim, kryesisht historia i ka diktuar të jenë misionar. Pra gjithë figurat që përmendëm në një farë mënyrë ishin misionar dhe pastaj filloi periudha e funksionarëve. Për shembull në Kosovë, periudha e funksionarëve filloi në vitet 2008-2009 dhe pikërisht filloi të ciceroi dhe akuza për korrupsion. Pra figurat që edhe kishin luftuar filluan të etiketohen edhe si persona që janë të përfshirë në korrupsion, sepse u bën funksionar. Edhe tani që flasim në Kosovë, sigurisht që ka një bjerrje të profilit të lartë politik, ka shumë politizim pak politik, e gjitha është, si thush, ka një tendencë për ta konverguar vetëm tek artikulimi, aftësia artikuluese e retorika e Albin Kurtit,
të cilin shpeshherë edhe e proklamojnë si një ideolog. Unë kam patur një marrëdhënie shumë të mirë me zotin Kurti. Mund të them që të gjitha shkrimet e tij derisa ka ardhur në pushtet i ka dëguar dhe i kam lexuar, është një njeri i mençur, është vërtet një politikan që meriton të jetë figurë publike edhe udhëheqës, pse jo, por në anën tjetër sigurisht që nuk ndaj me të njëjtat sjellje dhe qasje që ka për funksionimin e demokracisë, për marrëdhëniet transatlantike dhe për menaxhimin e pushtetit dhe kuptueshmërinë e krizës në Kosovë dhe çfarë është Kosova në fakt. Albin Kurti e ka vendosur veten ose e ka mbivendosur në një shtet ideal në të cilin çdo gjë është normale dhe ai mund të qeverisë, mund të ketë pushtet absolut. Në fakt Kosova ka disa probleme dhe ju përmendet librin tim që kam botuar, ku unë shpreh brengosjen time që Kosova ende nuk e ka të përmbyllur statusin e sovranitetit të saj. Është e siguruar në aspektin e integritetit territorial, por nuk është funksionale në plotësinë e vet të sovranizmit dhe fakti që disa vendime merren bazuar në 1244 ende sot, hapësira ajrore e Kosovës, pra qielli i Kosovës sot nuk është si toka e Kosovës. Pra pyetja që bëj unë sot këtu nga kjo studio për shumë njerëz në Prishtinë është a është sovran qielli i Kosovës, siç është toka? Pra duhet që t'i vënë gishtin kokës dhe të kuptojnë se jo çdo lloj manovre politike i shkon një vendi si Kosova. Pikërisht zoti Çejku, kemi një situatë paradoksale ku zoti Kurti ka rreth 2 vjet që qeveris pa mandat, se ai nuk ka shumicën absolute për të krijuar qeveri vetëm dhe pa qenë i kushtozuar, si në rasti konkret për votimin e presidentit nga partitë tjera. Nga ana tjetër, kjo lloj qeverisje mos ndoshta është komode për zotin Kurti, sepse na një anë shmang marrëdhënien tensionuar që ai ka pasur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, heq, domethënë apo kënaq elektoratin e vet duke mos kërkuar, duke shtyr në kalendat greke i themi çështjen e asociacionit, që është depatatja e nxehtë e marrëdhëniet Kosovë-Serbi. Nga ana tjetër nuk kemi asnjë përparim, siç e thatë dhe ju, të Kosovës në drejtim të njohjeve të reja ndërkombëtare, në përjashtim të rasteve shumë të veçanta, apo të zhbllokim të futjes së Kosovës në institucionet ndërkombëtare, duke filluar nga UNESCO, duke përfunduar në NATO dhe OKB. Pra, a është kjo në dëm të Kosovës funditës për mos përmendur fondet që ka humbur gjatë kësaj kohe nga Bashkimi Evropian, apo mungesë e liberalizimit vizave etj, më fal statusit kandidate etj, të cilat natyrisht nuk janë në ndihmë të shoqërisë së Kosovës dhe të popullit atij. Gjitha kjo që e konstatove në fakt është drama e zhvillimit. Zoti Kurti natyrisht nuk e ndjen të nevojshme që të jetë një udhëheqës demokratik dhe që çdo gjë të nënshtrohet rregullit. Mjafton të ketë pushtetin dhe e ka projektuar lojën të tillë që të ketë pushtet, nuk ka rëndësi se sa legjitim. E rëndësishme është të jetë në krye të shtetit dhe të pushtetit. Nuk duhet të kemi iluzione, ju jeni shumë më jaftë në këtë fushë që përsa përket koncepteve të funksionimit të demokracisë. Unë nuk di ndonjë shembull që ndonjë personalitet ta dojë demokracinë aq shumë sa edhe institucionet përreth t'i vendos në lëvizje që për hir të demokracisë edhe ai vetë bashkë me institucionet të sakrifikojnë. Po them që edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ne shpeshherë marrim si modelin e demokracisë, nëse nuk do të ishin institucionet dhe kufit kushtetues, nuk do çdo lloj politikani ndoshta mund të dilte jashtë kontrollit. Po Kosovën e kemi marrë si shembull pozitiv në raport me Shqipërinë kurse për ta marrë në antitezë Putini mund të jetë shumë demokrat në shpirt, mund të ketë shumë artikulime demokratike, por mënyra se si funksionojnë institucionet në Rusi, kontrolli mbi institucionet, gjitha këto, atë bëjnë një shtet me një autokraci gati feudale. Prandaj edhe Kosova, tendenca për të zhbërë institucionet, tendenca për të vendosur kontroll mbi institucionet, tendenca për të nëpërkëmbur rolin e parlamentit, rolin e opozitës, rolin e opinionit publik, gjitha këto e nxjerrin shumë më keq figurën e zotit Kurti. Pra, nuk është thjesht gjesti dhe loja politike që bën, por tendenca për ta minimizuar gjithë rolin e institucioneve të tjera dhe për të vendosur në qendër personazhin e tij. Po opozita, zoti Çeku, ka faj në këtë mes që nuk ka arritur të krijojë një sintezë, mos po themi mendimi, po të paktën veprimi
apo të arrit të imponohet zotit Kurti duke për shembull mund dini me kandidat për president të tyre, që të ishte përbashkues mes. Erdhe në një shteg shumë interesant, sepse kjo ndoshta do pak edhe më shumë interpretim dhe përfshirje të personazheve të tjera në dhe jashtë Kosovës. Konsumi i tepruar i pushtetit, pra arroganca në përdorimin e pushtetit, personalizimi i pushtetit, pra përqendrimi i pushtetit tek një person ose tek një grusht personash. Sjell dy dëme. E para gjatë menaxhimit kur ata janë në pushtet, shkaktojnë dëme të mëdha, dhe e dyta, dëmi i fatxhat është se faktori politik ose partia të cilës i përkasin, por del në opozit, pësën një goditje aq të madhe në imazh, në strukturë, në funksionim, në frymëzim, sa nuk arrin dot të ringrihen. Dhe këtu po sjell shembuj gjithandej në rajon. Pra, ata që sot i bëjnë hosana liderëve të fuqishëm, që mendojnë se janë të pandryshueshëm, të pathyeshëm, që janë të pa fat, skadence, pra sikur kanë bërë ndonjë siguracion kasko në një kompani ndërkombëtare, të gjithë këto duhet të kuptojnë se një ditë kur ky lider bie, dëmin më të madh do ta absorbë struktura, e cila nuk do ringrihet dot. Dhe çfarë ka ndodhur në Kosovë? Abuzimi me pushtetin në emër të luftës, shpeshherë solli në skenë personazhe dytësor, tretësor, të korruptuar, të cilat ju diktuan vullnetit të popullit. Dhe kur erdhi zgjidhja dhe alternativa Kurti, ata me zi pritën t'ja japin dorën Kurtit, i thonë urdhëromi se erdhe, sepse e gjitha ajo që ishte bërë gati e neveritshme. Dhe tani kjo opozit nuk lexon arsyet e daljes në opozit, s'pari. 2, ne kemi ende një lidhje emocionale primitive me liderët politik. Ne i shohim ata si antar të familjes tonë, cilë nuk duhet t'ju kthesh shpinën, nuk duhet flasësh, nuk duhet t'i kritikosh e kështu me radhë. Nuk duhet të tentosh të zgjedhësh dikë tjetër. Në fakt, ky është gabimi shumë i madh. Popujt përreth nesh, në Sloveni e tutje, ku dush ti marrësh, por edhe në Maqedoni, kanë patur fuqi të nxjerrin lider të ri, të bëjnë korrigjimet. Për shembull, VMRO doli në opozit, ka bërë korrigjimet e veta, ka bërë distancimin formal me Gruevskin, etj dhe është paraqitur si formacion i ri politik. Edhe në Kosovë. Duhet të kuptohet mirë se opozita nuk është aty për mëshirë dhe nuk është aty thjesht se ka qenë e lidhur me luftën. Duhet kuptuar kapitulli i luftës ka mbaruar, kapitulli i herojëve dhe dëshmorëve ka mbaruar, kapitulli i njerëzve të nderuar të lidhur me luftën ka mbaruar. Aty Kosova ka nevojë për menaxher dhe këto lloj menaxherësh duhet të jenë njerëz me integritet dhe vërtet të krijojnë një alternativë. Për aq kohë sa opozita sillet si pula pa kokë, themi ne, dhe nuk arrin dot të ndërtojë një tryezë për t'i ofruar ose jo thjesht për t'i ofruar, por për t'i diktuar në një farë mënyrë Albin Kurtit kandidatura për president, siç ishte rasti, atëherë opozita nuk e ka kuptuar rolin e vet. Ishte serioze ofrimi në minutë fundit nga LDK-ja e kandidaturës së Vjosa Osmanit? Nuk ishte serioz. Unë mendoj që Albin Kurti në këto lojra është 2-3 hapa para tyre. Unë më duk shumë qesharake, sepse mund të ishte serioze nëse Lidhja Demokratike bashkë me PDK do të dërgonin një 3 emra. Vjosa Osmanin, fjala vjen në Rodën e dikë tjetër. Por nuk e morën seriozisht. LDK e dinte që Kurti nuk e pranon Vjosa Osmanin. Dhe duke ofruar një emër të tillë, ishte thjesht sa për të largohen të dy palët. Pra, u duk që asnjëra palë nuk donte të kishte një zgjidhje procesi. Sepse mendojnë se edhe ky është keq kuptimi për mua. Opozita mendon që duke rifutur Kosovën në zgjedhje, Albini do dobësohet. Ndërkohë Albini pret verën që të vinë emigrantët dhe të rivotohet. Ndërkohë Albini edhe pa emigrantët, po të garantoj, ai po arrin të artikuloj tani qartë që po shkojnë në zgjedhje sepse opozita nuk deshi të ofronte emra. Se Albini ofroi postin e kryetarit të kuvendit, se Albini ofroi LDK-s, këtë. Dhe ata e refuzuan. E ata nuk ofruan njerëz e kështu me radhë dhe me këtë retorik jeni sigurt që nëse do t'ja dali Albini do t'i dëmtojë edhe pa opozitë, pa diasporë. Të kthemi pak te Maqedoni Veriut. Kohët e fundit është një protestë natyrisht nuk ka lënë indiferent as Tiranën zyrtare, as shoqërinë civile në Shqipëri, natyrisht dhe në Kosovë. Pra një protestë për drejtat e tyre, të cilat janë të sankcionuara në kushtetutë, por në fakt po ju privohen në realitet, por për kuriozitet është një protestë udhëhequr nga studentët, pra jo nga partitë politike.
Ndërkohë që partitë politike kanë dhënë interpretimin e tyre, qoftë Vlen, që është në qeveri, qoftë BDI Aliem Ahmetit, secila duke u përpjekur ta shes në avantazhin e tyre politik, por studentët kanë ngelur të distancuar. A është kjo një lëvizje emancipuese, themi, për Maqedoninë e Veriut, dhe nga ana tjetër kush janë shanset e realizimit të atyre drejtave që ata kërkojnë për gjuhën? Shiko, e kam parë me simpati protestën e studentëve, sigurisht. Më vjen mirë që ka një ndërgjegjësim publik për te partijak, për problemet që kanë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Prej kohësh, edhe gjatë kohës kur unë isha atje, kam parë që marrëveshja e orit nuk ka një zbatim vullnet mirë, të qëndrueshëm, afatgjatë. Her pas here shikoja që ajo lidhej vetëm me vullnetet personale dhe me kondicionime numrash në parlament. Pra nuk ishte një qasje në interes të shtetit. Pra nuk shihej marrëveshja e orit si një marrëveshje që garanton qëndrueshmërinë e shtetit të Maqedonisë, po shihej si një lëmosh që jepej themi pjesës shqiptare. Dhe e gjithë diskursi i propagandës ka qenë i tillë që për ta parë faktorin shqiptar dhe popullin shqiptar në Maqedoni si popull të dorës së dytë. Dhe propaganda maqedone shpeshherë nuk ka arritur dot ta përcjellë si fakt që shqiptarët janë faktor shtetformues dhe garanci për funksionimin e Maqedonisë së Veriut. Aventurat që kanë bërë në vazhdimsi nuk i kanë shërbyer për mirë pajtimit dhe një marrëdhënie të qëndrueshme ndëretnike. Më kujtohet këtu që në 2011-2012 personalisht kam pasur disa përplasje me Gruevski, kur doli enciklopedia e famshme, famkeqe në fakt, dhe u projektua Shkupi 2014 si dy projekte që në fakt nuk i afronin dy popujt, po i ndanin. Në një intervistë që pata dhënë atëherë, pata bërë akuzat të hapura ndaj akademisë dhe faktorëve të tillë revanshist dhe me një background titist. Disa herë u kërkua largimi im, derisa fakt në një vizitë zyrtare vetë kryeministit Gruevski në rast pa precedent ja kërkoi dhe vetë kryeministit Berisha largimin tim. Por prej atëherë edhe në vazhdimsi nuk është se unë kam parë ndonjë progres të madh, të qëndrueshëm. Fakti që sot diskutohet për gjuhën shqipe në Maqedoni, ku populli shqiptar është aty si faktor që e bën të mundur ekzistencën e Maqedonisë, është për të ardhur keq. Dhe ju keni qenë ambasador optimist, mos gaboj, në një intervistë 2018-2019, ju keni folur për 3 shtete shqiptare në rajon, duke referuar qartësisht jo vetëm Shqipërisë dhe Kosovës, por dhe Maqedonisë së Veriut. Jemi larg atij parashikimi? Jo, të mos keq kuptohemi, kam thënë në konceptin e 3 votave në NATO, në BE, kështu me radhë, sepse natyrisht që Maqedonia e Veriut është në NATO për shkak të faktorit shqiptar. Maqedonia bën progres edhe për shkak të faktorit shqiptar, progres për europian. Realizoi marrëveshje me Greqinë sepse ishte faktori shqiptar pozitiv. Pra, por kemi thënë këtë pas ministrin e jashtëm, kemi nënkuptuar rolin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Pra, jo thjesht atë që shumë herë abuzohet jashtë studiove dhe me këto teoritë konspirative. Unë i qëndroj asaj që Maqedonia e Veriut duhet menaxhohet si shtet demokratik multietnik nga vetë institucionet që janë atje, sepse mjafton që ne të kemi këto marrëdhënie të ngushta që kemi me Maqedoninë, por sigurisht që Maqedonia e Veriut duhet të pranojë kritikat, duhet të pranojë realitetin në cilin është, dhe duhet të di se shqiptarët aty janë ura më rëndësishme dhe më e fortë që lidh këto marrëdhënie mes nesh, dhe nuk janë as deklaratat e zyrtarëve, as të ministrave, as të ambasadorëve, sepse deklaratat të tilla pozitive, negative apo provokuese janë të përkohshme. Marrëdhëniet e qëndrueshme kalojnë nëpërmjet faktorit shqiptar. Kështu që duhet të inkurajojmë çdo lëvizje progresiste në Maqedoninë e Veriut, dhe sigurisht që për çdo masi në realizimin jo thjesht marrëveshjes së orit, po i kornizojmë aty gjitha kërkesat. Gjitha partitë politike shqiptare kanë meritat, por edhe përgjegjësitë dhe fajet e tyre. Askush nuk është duar jashtë nga
mos realizimi i këtyre standardeve, i këtyre kërkesave. Ambasador, s'mund të lëm pa përmendur Shqipërinë, natyrisht. Dhe Shqipëria vitet e fundit, përveç faktit që drejtoi Këshillin e Sigurimit për një periudhë 2 vjeçare, po ishte në krye të presidencës OSBE-s, pra si suksese të diplomacisë shqiptare apo samitit Shqipëri-BE. Mirëpresim samitin e NATO-s vitin që vjen, ku kryeministri ndër të tjera ka premtuar dhe dron, madje dhe mjete lundruese të shqiptare të prodhuara nga Kajo, kompania shtetërore, dhe natyrisht 2% i famshëm i NATO-s, i cili është kërkuar të rritet deri në 5% deri në 2035. Pa mund të themi që Shqipëria në diplomacinë ushtarake, në diplomacinë politike, në diplomacinë përgjithësi, ka bërë diplomacinë ekonomike që ka qenë fokus i viteve të fundit, ka bërë hapa galopant përpara, duke ma parasysh edhe premtimin elektoral që Shqipëria duhet pjesë si antare me drejtat plota deri në 2030 në Bashkimin Evropian. Të jemi realist, çdo progres, çdo hap që bëhet nga Shqipëria në drejtim të fuqizimit të saj ekonomik, sigurisë, të diplomacisë, të marrëdhënieve ndërkombëtare është për të përshëndetur. Në anën tjetër, do të kemi kujdes në një lloj ngarendje ku shpeshherë vrapojmë më tepër se sa që duhet. Pra, bëjmë më shumë metra se sa që na kërkohet. Samiti i NATO-s në Shqipëri vitin e ardhshëm është një sfidë për vetë NATO. Mënyra e qasjes së NATO-s së brendshme dhe së jashtme e bën samitin e vitit të ardhshëm tepër të rëndësishëm, e bën historik sepse ju e dini kemi patur një përplasje konceptuale dhe edhe publike mes Shtetet Bashkuara NATO-s, brenda NATO-s e kështu me radhë, dhe lufta në lindjen e mesme, qasja në Ukrainë, por edhe konflikte të ndryshme, se deri atëherë nuk dim se çfarë do të ndodhë, e bëjnë këtë samit të jashtëzakonshëm edhe shumë të rëndësishëm. Japin dhe kryet diplomatit shqiptar zotit Rama mantelin e liderit global, apo jo? Dhe nuk, shiko, si mikprit si samit. Vendi mikpritës bën thjesht një detyrë për ta bërë këtë, janë bërë sakrifica të mëdha ndër breza që Shqipëria ta meritoi këtë qasje dhe këtë samit. Ky nuk do të thotë që as e ngre as e ul kryeministrin Rama, duhet patur kujdes në artikulimet publike dhe menaxhimin e kësaj mundësie të ardhë për të mirëpritur samitin e NATO-s. Sigurisht çdo përdorim politik që ju kemi bërë samite të tilla ka qenë jo produktive, shtesharak. Nuk duhet të shkojmë në kufit e absurdit dhe nuk duhet të ngatrojmë seriozitetin një shteti mikpritës me këto lloj marrëdhëniesh, dhe siguria e NATO-s për samitin sigurisht që do të koordinohet me agjencitë e ligjit zbatuese të Shqipërisë, por në thelb sigurinë e NATO-s e ka NATO, dhe këtu besoj që jo të gjitha elementet do të bëhen publik. Do të presim deri atëherë se çfarë do të ndodhë. Le të urojmë së pari që të bëhet samiti i NATO-s dhe të bëhet në Tiranë. Dhe e dyta, do të ishte shumë e rëndësishme që presidenti Trump ta vizitojë Shqipërinë në kuadër të samitit NATO-s dhe të shohim një prafrim të mëtejshëm të marrëdhënieve të Shqipërisë në konceptin transatlantik të marrëdhënieve. Hapja e gjitha kapitujve brenda një viti, një akord në vetë ky diplomacisë shqiptare dhe natyrisht i zotit Rama, i cili për së vërtetës ka qenë kryet diplomati shqiptar nga 2013 deri më sot, sepse ai ka qenë iniciatori kryesor i. Është vërtet. Pra, a është ky një sukses tjetër i arritur në këtë drejtim? Shiko, i duhet dhënë haku. Apo është rezultati i gjeopolitikës? I duhet dhënë haku gjithë secilit. Zoti Rama me stilin e vet, me diplomacinë e vet, në një farë mënyrë hapi një kapitull të ri për konceptin e diplomacisë, duke e zhvendosur nga diplomacia tradicionale që vinte nga Ministria e Jashtme, institucionet e tjerë, ku një rol luante edhe presidenti, diplomatët, e koncentrohej tek roli i tij. Dhe për mua ka qenë një befasi dhe është interesante për të analizuar se si një personalitet që vjen nga bashkia, si kryetar bashkie, kryetar partie, që nuk kishte ndonjë interes të madh për diplomacinë, madje kishte një qasje jo fort dashamirëse ose nuk kishte ndonjë simpati të madhe për diplomacinë. E shifte si një fush ku luhet kot. Njerëz me kollara që mbashtrojnë rrugëve. Por ai arriti që me stilin e vet, me mënyrën se si lobon, se si vepron, do të qenë artist, me artist ndër ministra. Të jetë një shembull se si diplomacia personale luan rol, dhe duhet t'i japim haku në këtë drejtim. Pra, disa gjëra që janë bërë në Shqipëri janë bërë sepse ka ditur të lozë shumë fort dhe shumë mirë në arenën ndërkombëtare, natyrisht edhe duke provokuar, këtu
s'ka nevojë të përmend disa raste, por ka qenë njeriu që ka udhëhequr aksione diplomatike dhe ka qenë në qendër të vëmendjes. Pra, nga periferia ka ardhur në qendër dhe për këtë Po si bashkë themelues natyrisht te Këshillit të Ambasadorëve, ju si këshill keni pasur qëndrime kritike në shumë ka veprimet e diplomacisë shqiptare dhe natyrisht të kryediplomatit zoti Rama në lidhje me çështjet e caktuara. Shiko, unë jem antar i Këshillit të Ambasadorëve dhe sigurisht Këshilli i Ambasadorëve ka mbajtur qëndrimet e veta, ndonjëherë ndoshta edhe të pa nevojshme, sepse nuk është e thënë që për çdo veprim të ketë qëndrime. Unë po flas këtu në këndvështrimin tim personal, pasi e shoh unë si një diplomat, lëvizjen e një personaliteti si kryeministri, si ka arritur ai që ta përdor diplomacinë personale për menaxhimin e projekteve që ka, për qoftë edhe për të lobuar, për të bërë summitin e NATO-s këtu, apo komitetin politik që u bë vitin e kaluar, të BE-s apo disa forume. Duhet jemi realist. Deri vonë ishte Beogradi qendra e organizimeve rajonale, të këtyre formateve, të këtyre platformave dhe në qoftë se Tirana bëhet, graviton duke thithur më shumë vëmendje ndërkombëtare, konferencat të kësaj natyre, është në të mirë Shqipërisë, edhe promovimi i turizmit është në të mirë Shqipërisë. Pra, duhet t'i japim hakun gjithë secilit. Atëherë kryeministri ka të drejtë kur disa muaj më parë shkoi te godina e Ministrisë së Jashtme dhe tha që këtu punon vetëm ministra, cilën e sharkoi më njëherë disa muaj më vonë, pa mbushur ende 16 kryet detyrës dhe roja i godinës. Pra, dhe në ana tjetër, këtë nuk e ka vetëm retorik, po ka bërë një ligj të ri. Për shërbimin e jashtëm, i cili është kritikuar gjërësisht nga trupat diplomatike në vend. Mendoni se kjo është i jep kredit apo i jep zotit Rama legitimitetin për të bërë këto ndryshime, duke qenë se ai ka zhvilluar më shumë diplomaci se një grupi më gjerë diplomatësh, apo kjo në fakt është në kundërshtim me logjikën e funksionimit të Thash edhe më parë që zoti Rama me ardhen e tij në pushtet e hapi një kapitull të ri në marrëdhëniet e qeverisë me diplomacinë dhe me faktorin diplomatik nëpër botë. Kemi ligjin famkeq të vitit 2015 që është kritikuar dhe ky ligj është baza e ndërtimit të së keqes në fakt, ose konceptit shumë të keq ndaj diplomacisë, shërbimit diplomatik, ambasadorëve, emërimeve kështu me radhë, nxjerrjen e jashtëtoje të presidentit dhe të komisionit jashtë të parlamentit, i cili është thjesht një post factum committee. Kështu që sa po emëruar një ambasador 24 vjeçare në Katar. Nuk është dëmi sa kishte mbaruar shkollën. Kuptomi, nuk është dëmi më i madh, sepse kjo është emërimi i një ambasadori të re, është një mundësi që jepet dikujt për të mësuar diplomaci. Pyetja shtrohet sa dembel dhe njerëz që do dalin pension, njerëz të paaft, janë sot në periudhë të ambasadave shqiptare që rrinë me mandate mbi 5, 6, 10 vjeçare. Nuk është dëmi thjesht se kjo është kapur thjesht si hudhra për të bërë debatet. Por në fakt diplomacia shqiptare ka nevojë për një reformë tjetër konceptuale, nuk pajtohet me mënyrën se si është ndërtuar ligji dhe as me mënyrën se si ka qasë kryeministri ndaj shërbimit diplomatik, sepse e ka shumë më agresiv se sa ndaj strukturave të policisë, të cilat shpeshherë dalin të inkriminohet lidhur me krimin. Minimalisht diplomatët mund të jenë të paaftë, por nuk janë të akuzuar për vepra kriminale dhe për vepra kundër interesave të Shqipërisë. Prandaj gjuha e kryeministrit ndaj tyre do të ishte shumë më e kujdesshme dhe nuk do të jetë preferenciale. Se njëherë vendos një 24 vjeçar, sa ishte Gen Caca, që kishte lexuar më shumë se çdo njeri në botë dhe pastaj u harrua se kush ishte ai njeri. Pra, me Ministrinë e Punëve të Jashtme është lozur dhe qëllimi ka qenë që gjitha të përqendrohet tek kryeministri. Pra, e thash edhe një herë. Për kryeministrin diplomatia është në paradhomën e tij, nuk është tek Ministria e Punëve të Jashtme. Dhe ai edhe emërimet, edhe çemërimet i ka bërë të tilla që të mos kenë ndonjë vlerë të posaçme. Dhe këto hapjet që bën për rekrutimet diplomatësh, njerëz që punë. Shiko, Ministria e Punëve të Jashtme nuk është thjesht një vend pune që merret me statusin e nëpunësit civil. Për të qenë një diplomat të pikë së pari do të jesh një patriot. Së dyti do të jesh një figurë e pastër morale, së treti një figurë e pastër ligjore, së katërti një figurë dhe personalitet i njohur në fushën në cilën je, pra një njeri i edukuar me arsimin e mjaftueshëm. Pa patur këto gjëra nuk mund të shkosh ti diplomat. Megjithatë, këtu tani ka kohë që Ministria e Punëve të Jashtme trajtohet thjesht si një stall me magazinier, por edhe emërimet edhe çemërimet. Për shembull, më befasoi largimi i menjëhershëm i zonjës Spiropali pa një shpjegim publik, minimalisht, pavarësisht se çfarë mund të kenë me njëri tjetrin brenda partisë, por shiko, ajo përfaqësonte Shqipërinë, siç zoti Ferit Hoxha sot përfaqëson Shqipërinë. Pra, një ministër nuk mund të shkarkohet në këtë mënyrë siç është fjala për ministrin e jashtëm. Duhet menduar mirë kur e emëron.
dhe duhet menduar mirë kur e shkarkon, sepse ai është njeriu që është Emërimi interlokutori zotit yt Hoxha, me faktor ndërkombëtar. emërimi zotit Hoxha si një diplomat karriere që ka mbajtur funksione shumë të larta në diplomaci edhe gjatë qeverisjes Partisë Demokratike dhe gjatë qeverisjes Partisë Socialiste, duke qenë disa herë ambasador në institucione të rëndësishme apo duke qenë sekretari i përgjithshëm i ministrisë më parë, është një lajm i mirë për diplomacinë apo Nuk kam ndonjë entuziazëm sepse tjetër është detyra e diplomatit të karrierës dhe teknicionit në Ministrinë e Punëve të Jashtme, tjetër është të udhëheqësh misione diplomatike dhe tjetër është të udhëheqësh Ministrinë e Punëve të Jashtme, e cila është një sfidë më vete dhe unë uroj që ai ta tekaloj, ta përballoj këtë sfidë të fund, por kam përshtypjen se do ta ketë shumë të vështirë me një kryeminist kaq protagonist dhe sado që të jetë konform dhe të jetë konformist ministri me kryeministrin, prapë do të vijë një moment që do të ketë probleme. Nuk e shoh shumë garanci faktin që është diplomat karriere. Megjithatë, le të presim. Unë kam patur kolegë, kam respekt për zotin Hoxha, i cili si të për vërtetës në Këshillin e Sigurimit ka qenë një profesor dinjitoz i Shqipërisë, por edhe në Bashkimin Evropian, po ashtu në krye të misioneve, është një diplomat i talentuar, por e them edhe një herë, kalimi nga fusha diplomatike, pra nga kryeinxhinier të bëjë ndërmarrje është shumë e ndryshme. Pra kryeinxhinieri mund të jetojë gjatë si i tillë, kurse kur bëhet drejtor ndërmarrje, pastaj ai bëhet pjesë e nomenklaturës dhe politikës, e cila shpesh herë ka ato ksesat e befta dhe gropat e panjohura. Për fund të Çeku, duke qenë se jemi në limitet e minutazhit, çfarë do këshilloni në këto momente një tronditje gjeopolitike, jo vetëm për shkak të luftës Rusi-Ukrainë, vetëm për shkak të krizave në përsëritjen në lindjen e mesme, kam parasysh konfliktin Izrael-Gaza apo me Libanin, por ajo që është krye kriza e momentit, pra Hormuzi dhe bllokimi i tij, i cili duket se ka futur në kolaps energjetik dhe financiar një pjesë të mirë të globit, ku përjashtim nuk bën as Shqipëria, ku turizmi për shembull është një nga sektorët që rrezikohet më tepër. Nëse ju do ishit sot ministri i jashtëm apo do ishin krye diplomacisë shqiptare, cilat ishin disa nga mekanizmat që do ndërmenit për të bërë diplomacinë shqiptare më të aftë, më të zhdërvjellët, për të naviguar këto ujëra të turbullt të gjeopolitikës? Shiko, është një ekuilibër shumë i vështirë që duhet mbajtur midis interesave të Bashkimit Evropian dhe interesave të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të vendeve të gjirit. Shqipëria gëzon një marrëdhënie të shkëlqyer me të tre këto faktor, por në fund fare ne duhet të ndjekim këshillat amerikane, sepse diplomacia amerikane dhe leadershipi amerikan është i lidhur indirekt me interesat tona kombëtare dhe ndoshta duke qeduar pak ndoshta në ekonomi, nuk e di se sa mund të ketë efekt kjo në ekonomi, po në një perspektivë afatgjatë ne duhet të orientohemi me ato faktorë që do të diktojnë në të ardhmen dhe jo me faktorët që mund të jenë ulëritës për momentin, por mund të mos jenë problem në të ardhmen. Kështu që në rrëveshje e gazit, për shembull, mes Shqipërisë, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Greqisë që u sinjalizua nga ambasadorja e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Athinë. Ka një përpjekje pra për të parë prezencë më të madhe amerikane në Shqipëri. Dhe ky është lajm i mirë, sepse siguria ekonomike është më e rëndësishme se çfarë do lloj prezencë ushtarake. Shqipëria mendoj që është orientuar mirë në këtë drejtim dhe fakti që Shtetet Bashkuara përfshi edhe ndoshta atë investimin në Sazan, por edhe këtë të gazit, por edhe çështjet e tjera që lidhen me sigurinë apo që mund të jetë projekte në vijshmëri, janë të rëndësishme, por nga ana tjetër do të jemi të kujdesshëm kur adresohemi publikisht, sidomos publikisht ndaj Bashkimit Evropian, dhe duhet të kemi kujdes kur i japim këshilla Bashkimit Evropian se si do të sillet me Rusinë, sepse ne jemi një faktor i papërfillshëm në raportet e përplasjes fuqive të mëdha. Në fundit Rusia dhe Shtetet e Bashkuara e ka gjetur të ta gjejnë gjuhën e tyre për krizat dhe për konfliktet, ndërkohë që faktorë të tillë si Shqipëria do të merren vetëm me si mund të jenë pjesa për ta bërë pak më relaksues debati, por jo se do të ndikojnë në këto. Pra ne duhet të kemi kujdes në marrëdhëniet pra një eficienci shumë të mirë me Bashkimin Evropian, por në marrëdhënie të ngushta ashtu strategjike me partnerin tonë, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faleminderit ambasador Çeku, ishte kënaqësi të kisha sot ftuar në studio zotin Arben Çeku, drejtori ekzekutiv i Qenies Përmirësje Qeverisje dhe natyrisht antar themeluesi i Këshillit të Ambasadorëve për një bisedë shtërruese për faktorin shqiptar në Maqedoninë e Veriut, krizën aktuale në Kosovë dhe backgroundin e saj për cilin ambasadori ka një libër mjaft të vyer, dhe natyrisht për sfidat e diplomacisë shqiptare sot dhe në të ardhmen e afërt. Faleminderit dhe mirë takofshim në puntatën e radhës.